Trajtimi me ultratinguj ndal dridhjet e një 72 vjeçari me Parkinson brenda pak minutash. Një procedurë me ultratinguj ka sjell një përmirësim të jashtëzakonshëm një 72 vjeçari që vuante nga Parkinsoni. Bud Lavelle nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte për vite me radhë dridhje të forta në dorë. Trajtimi jo invaziv u përqendrua me saktësi në një pjesë të trupit që shkaktonte këtë simptom. Efekti u vure vetëm pak minuta pas ndërhyrjes kur dridhja u zhduk. Tashmë, Lavelle mund të përdorë sërish dorën dhe t'i rikthehet pasionit të tij për riparimin e radiove. Sipas mjekëve, kjo metodë mund të shërbejë si një alternativë ndaj stimulimit të thellë të trurit, megjithse procedura mbart disa rreziqe, ndërsa pasojat dhe efektet e saj në periudha fatgjatë nuk janë ende plotësisht të njohura. Ekspertët e vlerësojnë trajtimin si një qasje premtuese e cila mund të ndryshojë ndjeshmërinë e pacientëve.